Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi sot dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama e krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhjet parakohshme. Gjatë një konferencë me gazetarët, Berisha argumentoi kërkesën për largimin e Edi Ramës me dy dosje të fundit të SPAK-ut, dosjen për zvendës kryeministren Belinda Palluku e dosjen për tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Dhe njëherë kërkoi largimin e tij të menjëhershëm nga qeveria, qeverinë për të përgatitur zgjedhjet e reja dhe rikthim në Shqipërisë në rrugën e ligjit dhe kushtetutës. Berisha deklaroi se opozita nuk do të pranojë seancë plenare pa media për imunitetin e Belinda Pallukut. Ne nuk pranojmë seancë të mbyllur për vjedhjet e Lubi Pallukut. Jo, seanca do të jetë e hapur, nuk jemi ne si deputet që na kanë vjedhur, janë qytetarë shqiptarë që janë vjedhur për tyre. Imagjinoni ju, cili shqiptar mund të mendonte se ajo ka shndruar në apartamente, ka 300 apartamente të grabitura. Sipas Berishës, hetimet e SPAK-ut për tenderat e akshit ngren alarmin se është vënë në rrezik edhe siguria kombëtare, pasi sipas kryetarit PD-s, të gjitha të dhonat e shqiptarëve sot ndodhen në duart e bandave kriminale. Më herët Berisha takoi aleatët e Partisë Demokratike me të cilët bisedoi për organizimin e protestës së 22 dhjetorit. Protestat tona do të diversifikohen me greva urie, me të gjitha format. Nëse ne vendosim të përmbushim misionin tonë, edhe ne jemi të vendosur ta përmbushim. Prej disa ditësh Sali Berisha po flet për protesta e grevaurie, mbetet për të parë se çfarë do ndodh në tubimin e opozitës që do të mbahet pas ditën e së hënës.